Tre prokurorë të SPAK do të marrin pjesë në mbledhjen e Këshillit të Mandateve ku do të shqyrtohet kërkesa për autorizim për arrestimin e Belinda Ballukut. Tre prokurorët janë Dorina Bejko, Dritan Prençi dhe drejtuesi i ri i SPAK, Klodian Braho. Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit do të mbledhet sot për të shqyrtuar kërkesën e SPAK për autorizim për arrestimin e numrit 2 të qeverisë, Belinda Balluku. Partia Demokratike dhe kryeparlamentari Niko Peleshi më herët janë përfshirë në debate sa i takon USB-s, e cila është kyçur në kasafortën e protokollit me argumentin se materialet janë sekret hetimor. Gjatë mbledhjes pritet të diskutohet edhe me prokurorët e SPAK se si do trajtohen këto materiale. Ndërkohë, në relacionin e dorëzuar në kuvent për heqjen e imunitetit të Ballukut, SPAK rendit edhe arsyet se pse kërkon arrestimin e saj. Balluku dyshohet se ka manipuluar 12 tender me vlerë 1.2 miliard euro, u ka bërë presion dëshmitarve dhe rrezikon të bëjë krime më të rënda për shkak të personalitetit. Renditet në relacionin e SPAK. Në mbledhjen e sotme, zëvendës kryeministri ka të drejtë të paraqitet veto se me avokat mbrojtës për të mbrojtur. Me kërkesë të SPAK, GKK vendosi pak ditë më parë pezullimin e Ballukut nga detyra e ministres dhe zëvendës kryeministres. Kjo gjë shkaktoi reagim të fortë nga ana e kryeministrit, pasi sipas tij, GKK ka marrë kompetenca që nuk i takojnë. Qeveria argumenton se ministri ka imunitet si deputeti dhe nuk mund të pezullohet. Çështja shkoi në kushtetuese dhe javën që lan pas, kjo e fundit e pranoi kërkesën e Ramës, teksa pezulloi vendimin e GKK deri në marrjen e një vendimi final. Mirëpo SPAK duket se e ka marrë si sfidë dhe tani ka bërë një tjetër kërkesë ku kërkon heqjen e imunitetit për Ballukun me qëllim lejimin e një mase shtrënguese ndaj saj.